Duke lëndruar përgjatë liçenit Meat, një rezervuar i vendosur rreth 30 minuta në juglindje të Las Vegasit, barka Ark Sport ofron një pamje të një të ardhmeje ku sportet ujore nuk lën asgjë pas përveç një gjurme të pastër. E ndërtuar nga startupi Ark me seli në Kaliforni, barka sportive është rësisht elektrike dhe është bazë i guximshëm i kompanisë se bota detare është gati të bëhet elektrike. I projektuar nga një ekip ish inxhinierësh të Tesla dhe Rivian, Ark Sport për 23 metrash sjell mendimin e Silicon Valley në Baghdad. Me 500 kuaj fuqi të ofruara nga një sistem transmetimi elektrik, Ark është barka më e shpejtë, më e qetë dhe më e lirë për të mirëmbajtur se sa rivalet tradicional me benzinë, ndërkohë që prodhon zero emetime të dëmshme në ajër ose në ujë. Barka mbështet mesatarisht 4 deri në 6 orë përdorim aktiv me një karikim të vetëm, me një karikim përgjatë natës me një karikues të nivelit 2 që ofron një bateri të plot deri në mëngjes. Përtej sistemit të fuqisë, Ark mbështetet shumë në software. Një ekran i madh qendror me prekje i lejon drejtuesit të konfigurojnë ekranet, sistemet e balancimit, sipërfaqet e kontrollit dhe kontrollin e shpejtësisë me një prekje. Por teknologjia e Ark vjen me një çmim të lartë. Barka Ark Sport fillon nga $268,000. Startupi me seli në Los Angeles tani është i përqendruar në zgjerimin e platformës së tij elektrike në anije peshkimi, mjet argëtimi dhe madje edhe në anije tregtare si rimorkiator dhe tragete.